Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sekreti i bukurisë. Merrni pak aloe vera dhe përdoreni në këtë mënyrë. Aloe vera është një bimë e cila rritet në shumë pjesë të botës. Bima me fletë të trasha të mbushura me një substancë gjelatinoze gjendet në shtëpitë e shumë njerëzve si bimë zbukuruese. Gjeli nga gjethet e aloe verës është shumë i mirë për shëndetin e flokëve dhe trajtimin e problemeve si dermatitet. Aloe vera është përdorur për plagë të lëkurës dhe djegje që nga kohërat e lashta. Përveç lëkurës, aloe vera gjithashtu forcon edhe flokët dhe përmirëson lëkurën e kokës ndaj problemeve të tilla si për shembull ekzema dhe kërpudhat. Këtu ne do t'ju njohim me disa nga përfitimet e aloe verës për flokët dhe lëkurën e kokës. Lehtëson shumë kruarjet e lëkurës së kokës. Dermatiti është një term klinik për zbokthin. Ne këtu do t'ju tregojmë se skuqjet e lëkurës së kokës dhe flokët munden që të trajtohen me aloe vera. Një studim i kryer në vitet 2000 zbuloi se aloe vera ndihmon në lehtësimin e inflamacionit të kokës të shkaktuar nga zbokthi. Acidet yndyrore të cilat janë të gjetura tek aloe vera kanë veti anti-inflamatore. Si duhet të përdoret në këtë rast? Përzieni 2 lugë gjel me aloe vera me 1 lugë mjalt. Shtoni aty 1 lugë me uthull molle. Lëreni në flokët tuaj për rreth 1 orë dhe më pas shpëlani kokën. Përdorini këtë këshillim për një kohë afatgjatë. Pastron fuqishëm flokët me shumë yndyrë. Aloe vera pastron efektivisht rrënjët e flokëve duke hequr mirë yndyrën e tepër dhe papastërtitë. Ajo nga ana tjetër nuk dëmton flokët gjatë pastrimit. Prandaj, ne ju tregojmë se ndryshe nga kimikatet e tjera në produktet e flokëve, aloe vera është e butë dhe njëkohësisht ajo ruan edhe shëndetin e flokëve. Përdorimi i aloe verës është një mënyrë e shkëlqyer për të pasur flokë të shëndetshëm, të ndritshëm dhe më të butë. Forcon dhe riparon flokët e dobësuar. Aloe vera përmban vitamina A, C dhe E. Këto 3 vitamina kontribojnë gjithashtu edhe në cilësinë e flokëve të tuaj duke e mbrojtur atë nga humbja e tyre. Gjithashtu, këto vitamina ndalojnë edhe rritjen e pashëndetshme apo majave të djegura. Gjithashtu, ajo forcon flokët dhe i bën ata më të shndritshëm dhe njëkohësisht më voluminoz. Gjeli aloe verës gjithashtu përmban edhe vitaminën B12 dhe acidin folik, të cilat parandalojnë humbjen e flokëve. Ky është një produkt popullor që njerëzit e aplikojnë në lëkurën e tyre pas ekspozimit ndaj diellit, sepse bima ka një përmbajtje të lartë të kolagjenit. Përmbajtja e vitaminave. Gjithashtu, tek aloe vera sipas burimeve përdoret për të trajtuar lëkurën e dëmtuar nga dielli. Si duhet përdorur në të dyja rastet? Përzieni 1 lugë gjel aloe vera me 2 lugë lule të thata hibiskus, të cilat gjenden në farmaci bujqësore. Aplikojeni përzierje në flokët tuaj. Shpëlajini kokën pas 1 ore. Përdorimi këshillohet të jetë afatgjatë. Ndihmon flokët tuaj të rriten më shpejt. Aloe vera ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rritur qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës. Kur ju përdorni aloe vera në flokët dhe kokën tuaj, sasia e gjakut në kokën tuaj rritet. Kur flokët pastrohen, lëkura e kokës përthith aloe vera, që ul njëkohësisht rrënjën e flokëve dhe i ndihmon ata që të rriten më shpejt. Merrni gjelin e një gjetheje aloe vera me ndihmën e 1 lugë dhe vendoseni atë mbi flokët tuaj. Lëreni të qëndrojë në kokë për rreth 1 orë dhe më pas shpëlani flokët. Aloe vera është përdorur në familje prej shekuj, qoftë për të qetësuar një djegje nga dielli apo për të hidratuar flokët e thatë.
Bima, veçanërisht gjeli i pastër i cili gjendet brenda, ka një listë të gjatë të përbërësve të dobishëm. Studime gjithashtu tregojnë se gjeli ka vitamina, minerale dhe acide yndyrore të ndryshme të cilat munden të përdoren për të trajtuar shqetësime të kujdesit të lëkurës. Kjo është arsyeja pse aloe vera është ilaçi kryesor për shumë njerëz. Si të përdorim aloe vera si një mask për fytyrën? Hapi i parë është gjetja e versionit më të pastër të mundshëm të aloe verës. Blini një gjel në farmaci. Nëse nuk keni në dritaren apo oborrin tuaj një lule me aloe vera. Me një lugë, merrni gjelin që ka brenda lulja dhe vendoseni atë në fytyrë në formën e maskës dhe mbajini për disa minuta. Kujdes, mos e hidhni gjetën e aloe verës pasi mundet ta përdorni atë sërish duke e ruajtur në frigorifer. Aloe vera dhe mjalt. Këta përbërës janë të mrekullueshëm. Së bashku janë një dyshe dinamike e cila ja vlen që të provohet. Mjalti ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe hidratuese. Në përgjithësi, kjo maskë për fytyrën është e gjithanshme, e shkëlqyeshme për shumicën e shqetësimeve të kujdesit të lëkurës. Kur ju të kombinoni këta përbërës, mbani mend raportin 1:2 për çdo pjesë mjalt, shtoni 2 pjesë gjel aloe vera. Aloe vera dhe sheqer. Skrabet me sheqer janë më të mirët kur ata bëhen vetë. Nuk është për t'u habitur që ky kombinim i maskave të fytyrës është një zgjidhje popullore. Sheqeri gjithashtu është një eksfoliues tepër i rëndësishëm natyral në sajt të strukturës së tij me kokra. Përmirëson gjithashtu edhe pamjen e lëkurës së lodhur duke hequr qelizat e vdekura. Ju mundet të përdorni ose sheqer të bardhë ose kafë. Zgjedhja është në dorën tuaj, për të cilën ju dëshironi të përdorni në maskën tuaj. Aloe vera dhe shafrani indie. Nëse flasim për ndriçimin e lëkurës, shafrani indis është mbreti i zbehjes së hiperpigmentimit, pavarësisht nëse është për shkak të ekspozimit të diellit ose shenjave të akneve të kaluara. Përdorimi i kombinimit të aloe verës dhe shafranit të indis mundet të ndihmojë në zbardhjen e ngjyrës dhe njollave të errta. Aloe vera mundet që të aplikohet edhe në flokë. Një maskë natyrale flokësh e bërë nga gjeli aloe vera është gjithashtu e dobishme për t'ju dhënë juve flokë sa më të gjatë dhe plot me shkëlqim. Për këtë ju duhet që të shtoni pak mjalt me të bardhën e vezës, vajin e jojobës dhe farat e fenugrik në gjel aloe vera. Përzieni mirë dhe aplikojeni në flokë. Pasi ta mbani për 1 orë, lani flokët me shampo. Kjo do t'ju ndihmojë gjithashtu në rritjen e shpejtë të flokëve. Bëni tonik me aloe vera. Me ndihmën e xhelit të aloe verës mundet të bëni dhe një tonik natyral për flokët tuaj. Për këtë përzieni gjysmë filxhani xhel aloe vera me 1/4 filxhan lëng xhenxhefili dhe përzieni mirë. Tani mbusheni këtë përzierje në një shishe llak dhe aplikojeni atë në flokët tuaj. Lëreni për 20 minuta dhe më pas lani flokët. Elementet antiinflamator të cilët gjenden të pranishëm në aloe vera do të ndihmojnë në rritjen e gjatësisë së flokëve tuaj dhe gjithashtu në volumin e tyre. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçe të përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!